Sipas filozofisë epikuriane, asgjë nuk vjen nga asgjë, ja përndryshe gjithçka do të mbiste në asgjë. Satira dhe lajmi ndryshe, i cili prej vitesh ju shoqëron nga ekrani Vision Plus, startojnë këtë të hënë në logon e Bypass Show. Në drejtimin e Agim Bajkos, Bypass prezanton në premierën e këtij sezoni një dokumentar mbi ideimin, themelimin dhe transmetimin e këtij formati. Por duke nisur nga ora 21, jashtë premierës së Bypass Show nuk mund të mbetej larg vëmendjes së stafit as situata aktuale ekonomike që po kalon vendi, teksa forcat kryesore politike po përgatiten të ndezin dhe motorët e fushatës. Mbrëmja e kësaj të hëne do të vijojë me një tjetër format të suksesshëm e tradit në Vision Plus. Andi Bushati dhe udhëtimet e tij në zonat e ndaluara vinë sërish në këtë sezon me të tjera ngjarje, personazhe historik. Për të çelur premierën e sezonit në orën 22, Zona e ndaluar ka zgjedhur të analizojë në një kënd vështrim unik rekordet e kryeministrit Berisha. Kemi zgjedhur këtë temë se ndoshta ishte tema më e mirë që krijonte një lidhje midis asaj që pam gjatë verës dhe sezonit politik që fillon. Ne jemi përpjekur të shkojmë përtej kësaj, përtej asaj që kanë dhënë gazetat dhe televizionet, të kuptojmë pse kryeministri ynë e bën këtë, pse Sali Berisha e përdor këtë armë të tij, le të themi fizike apo biologjike, si armë në fakt për luftën politike dhe si një atu më shumë për të ndeshur dhe për të përballur me kundërshtarët e tij politik. Në këtë sezon të Zonë e ndaluar, nuk do të mungojnë as reportazhet e veçanta, si dhe rikthimi i shumë ngjarjeve që kanë lënë gjurmë në histori.